Taksa e qarkullimit për të ullur 45 lek nën kupton që tjetë 45 lek. Taksa e qarkullimit nuk është 45 lek, së pari, së dyti, ne kemi ndjekur një model tjetër. Taksa e qarkullimit është në gjitha vendet e Bashkimit Evropian, por është ndarë në disa e segmentojnë në pikat e karburanteve ndaljen e taksës qarkullimit, disa e segmentojnë në pagesat e taksave të mjeteve. Ne kemi gjykuar dhe vlerësuar që marrja taksës e qarkullimit në pikën e karburantit është mjeti më i mirë, sepse paguajnë më shumë taks ato që përdorin më shumë mjete. Pra, ai që përdorin më shumë litra automjet paguan më shumë taks. Për me tepër që ne jemi duke ndjekur dhe siç e kemi parë dhe gjitha këto ditë të shkuara, me gjitha le të themi grupet e interesit të shoqërive hidrokarburi, jemi duke ndjekur në mënyrë dinamike tregun e karburanteve, çfarë po ndodh edhe në vende tjera të rajonit dhe të zhvilluara. Patjetër ka modele të ndryshme. Ajo që ne kemi ndjekur është ndjekja e një modeli të vendosur se një çmimi tavan, nëse do le themi vendoset miratimi dhe fillimi i bordit të transparencës. Nuk kemi akoma një vendimarrje të tillë, pasi po presim akoma dinamikat se si do jenë të tregut. Patjetër, ky bord, siç u njoftua edhe ditën e djeshme që kishim takim me kryeministrin, ministrin e financave, ministrin e ekonomisë, me grupet e interesit, është aty dhe mund të krijohet me një vendim të Këshillit të Ministrave. Ne po e shikojmë në dinamikë, sepse produkti sot ka dy elemente që shikohet në kohën e krizës. Një, a ka mungesë produkti në treg, pra ka mungesë produkte hidrokarbure, siç ne njoftuam ditën e djeshme, gjitha le të themi komunikimet dhe informacionet që kemi ne, ngushtica e Hormuzit nuk përbën problem furnizimi për grupet e furnizuesve shqiptar, sepse pjesa më e madhe e tyre, mbi 90% e furnizimit të lëndëve të produkteve të naftës vjen nga rrugët e tjera detare. Atëherë sot kemi miratuar zonat prioritare për 8 bashki në kuadër të paketës maleve, të cilat tashmë janë gati që të vazhdojmë me procedurat për sa i përket trajtimit të gjithë kërkesave që banorët në këtë zona kanë për sa i përket përfitimeve që vijnë nga paketa e maleve. Në fakt, unë sot do doja të jepja po ashtu një informacion ku bashkitë të cilat tashmë i kanë të miratuara zonat prioritare janë në fazën e publikimit të gjithë kërkesave cilët kanë kaluar filtrat e kontrollit nga vetë bashkit, tashmë janë duke ezauruar afate 45 ditore dhe pas ezaurimit afate 45 ditore do të kemi miratimet të Këshillit Bashkiak nga vetë bashkit për sa i përket aplikimeve të suksesshme. Paketa e maleve është duke ecur me një shpejtësi të konsiderueshme, duke marrë në konsideratë që tashmë mbi gjysmën e bashkive e kemi kaluar nëpërmjet zonave prioritare, do të vazhdojmë edhe në javët në vijim të miratojmë zonat prioritare për bashkitë të cilat kanë mbetur akoma dhe janë duke u trajtuar për zonat prioritare. Komisioni i posaçëm fakt është mbledhur gjatë kësaj jave, po ashtu javën që kemi përpara do të fillojnë edhe takimet dhe të ftuarit e parë në komision. Unë do jem një ndër ta që do shkoj vetë në Komisionin e Posaçëm për të trajtuar atë çfarë ka ndodhur me reformën gjatë 10 ditëve të fundit. Unë mendoj që ne jemi akoma në kohë, Komisioni i Posaçëm e ka gjithë kohën përpara për të bërë punën e vet, por besoj fort që ajo çfarë është e rëndësishme është nevoja për të trajtuar duke u bazuar në të dhënat atë çfarë ka ndodhur gjatë viteve të fundit, mënyrën se si ne duhet dhe të krijojmë qasjen e dur për sa i përket kësaj reforme në mënyrë që kemi bashkime të forta nesër. Unë nuk do të flas për qendrimet politike janë ato që janë, por unë besoj që nga momenti që vetë Komisioni i Posaçëm tashmë është ngritur dhe është bipartizan, besoj që i takon Komisionit Posaçëm që të vazhdoj punën e vet. Ne jemi këtu si Ministri e Shtetit për pushtetin vendor, jemi palë me Komisionin e Posaçëm për këtë reformë, ne nuk jemi të ndarë, sepse kjo është një reformë e cila patjetër është një reformë parlamentare, po detyrimisht kërkon dhe një rol proaktiv nga ekzekutivi për të çuar reformën përpara, jo thjesht për ta miratuar në parlament, por mbi të gjitha më pas për ta implementuar dhe për ta bërë gati atë për ciklin e ri të zgjedhjeve në nivel lokal.